Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme do të flasim për dinamikat që kanë nisur brenda shtëpisë së Big Brotherit, konkretisht dinamika mes Mateos edhe Brikenës. Tani ju do të thoni që Mateo është xhelos, Mateo e xhelozon Brikenën, Mateo nuk e lejon Brikenën që të luan brenda në shtëpi, ai krijon tension se me kë afrohet Brikena, me kë qëndron Brikena, me kë ndan ditën Brikena, me kë ndan kohën Brikena, por realisht nuk është një gjë e tillë, do me thënë nuk ekziston një fenomen i tillë. Me patjetër që një mashkull kur e pëlqen një femër, kur e do një femër dhe sidomos një femër me linjat e Brikenës, me patjetër që do të ketë një lloj dozë xhelozie. Dhe ndoshta këtë llojin e dozës të xhelozisë, Brikena e krijoi vetë tek Mateo, duke i treguar asaj dëshirën e madhe për familje, dëshirën e madhe për fokusin tek i dashuri i saj, në thonjza le ta themi tek marrëdhënia me të dashurin e saj, dhe kjo gjë në fakt e bëri Brikenën që të jetë, domethënë, shumë e preferuar nga Mateo. Por çfarë ka ndodhur sot? Ju e dini shumë bukur që sfida më e madhe, loja më e madhe brenda në shtëpi është Mateo Roger Tani. Dhe Mateo mundoshte që ta mëson Brikenën, siç kanë bërë edhe banorët më herët në Big Brother, për shembull Luizi mundoshte që t'ia shpjegon Kiarës që kujdes se këto banor nuk të duan, qëllimi i këtyre është për të më nxjerrë mua keq, qëllimi i këtyre është për të më denigruar mua, për të na e prishur marrëdhënien tonë, etj. Dhe këtë gjë po bënte sot edhe Mateo, nuk është se për shembull i shkonte nga mbrapa Brikenës për të kuptuar se çfarë në fakt Brikena flet me banorët e tjerë brenda shtëpisë, çfarë në fakt Brikena diskuton dhe komenton me banorët e tjerë brenda shtëpisë. Kjo gjëja doli pak jashtë kontekstit dhe Brikena ishte shumë e mërzitur. Tani, Brikena i tha Mateos që ti nuk vish fare të më pyesësh as çfarë ke, as pse je mërzit, as pse ndjehesh keq. Mateo i tha shumë bukur që unë po të vi të pyes ti, unë nuk e di se si do të sillesh ti. Ndoshta mund të tregosh një anën tënde që realisht unë mund të ndihem keq pse kam ardhur të të pyes. Do me thënë, unë mendova që surpriza e nënës së Mateos realisht do të ndikonte në zbutjen e gjërave apo në zbutjen e akujve të emocioneve të Brikenës brenda asaj shtëpie, do me thënë do të ishte një augur i mirë, si me thënë. Por jo, Brikena përsëri vazhdon të ketë ankesa ndaj Mateos. Unë mendoj që Mateo gjatë gjithë kohës së tij në Big Brother, do me thënë nga mëngjesi deri në darkë, tani na duhet të jemi realistë, të paktën për ne që e ndjekim 24/7, është gjithmonë pranë Brikenës. Do me thënë i vetmi moment që Mateo nuk ka qenë pranë Brikenës, ka qenë nata e mbrëmshme, gjatë orët e vona të natës, po bisedonte në verandë me Gimbon, me Gertën edhe me Selin, do me thënë ishin ullur në verandë dhe po pinin cigare. Tani mua më duket jo e drejtë që Mateo gjatë gjithë kohës, do me thënë, të qëndroj vetëm me Brikenën, t'i përkushtohet vetëm Brikenës, do me thënë, t'i jep fokusin vetëm Brikenës, sepse unë mendoj që këto të dy e kanë atë luksin, e kanë atë llojin e afërsisë që kur vërtet të ndjehet keq Brikena, kur vërtet të jetë e mërzitur Brikena, të shkon ta vër kokën në kraharorin e Mateos, edhe aty do me thënë të kalon gjithçka, aty të kalon i tërë ai tensioni, e tërë ajo mërzitja, i tërë ai stresi, dhe tani nuk mundet Mateo t'i risi çadër mbi kokë, qa ke, sepse të njëjtën gjë nuk e ka bërë dhe Brikena kur Mateo ishte shumë i mërzitur. Dhe për këtë gjë Brikena sot grindeshte me Mateon, do me thënë i ka mbetur hatri në një farë mënyre, është mërzit me Mateon, gjë e cila në fakt e bëri që të jetë Brikena, do me thënë të jetë në qendër të vëmendjes. Unë mendoj që Brikena ka momente ku nuk di se çfarë don. Do me thënë, brënda vetës së saj e ndjen Mateon, apo ndoshta mërzitet sepse nuk e dije se si Mateon ta thëret, Mateon ta afron. Nuk shoh
xhelozi tek Mateo, por shoh te Mateo një lloj presioni për ta mësuar Brikenën brenda në lojë, domethënë për t'ia treguar se ku e kanë vendin disa banor dhe çfarë ajo duhet të bënte si të sillet me ato banor, sepse pikërisht ato banor, domethënë e kanë komplet fokusin tek Mateo. Domethënë këto banor e kanë fuqizuar Mateon si lider i grupit tjetër. Dhe Brikena këtë gjë nuk e kupton. Domethënë Brikena silleshte sot me shumë hatërmbetje kundër drejt Mateos. Unë nuk e kisha parë realisht në të gjitha debatet që kanë bërë Mateon domethënë aq i revoltuar në një farë mënyre që për sjelljen që po bënte Brikena dhe për mënyrën e ignorancës që po ja jepte Mateos, domethënë që të dy janë shumë të mërzitur, por Brikena është mërzitur me faktin pse ti nuk erdhe të më pyesësh mua kur unë isha shumë e mërzitur se si jam, çfarë kam apo çfarë kam kaluar. Domethënë është ky fakti që Brikena dhe Mateo kanë ato tensionet e tyre. Tani, unë mendoj që Brikena duhet ta kuptojnë që Mateo është në lojë. Dhe ajo është në lojë, domethënë përpos që të ri tër ditën duke pirë cigare dhe duke u marrë me Mateon, duke bë bisedë me Mateon dhe nuk shkon përtej asaj bisedës, asnjë gjë, Mateo duhet të luan, sepse me patjetër e ka nëse dëshiron që të jetë në finale, duhet të merret me të gjithë banorët. Dhe komenti i Rogertit është shumë i bukur kundër drejt Mateo sepse e tillë është. Rogerti thotë ti lëvizje ti bën si të dëshiron Brikena, sepse në qoftë se Brikena për shembull nuk e toleron një gjë, Mateo fillon tërhiqet, mërzitet, mbyllet në vete dhe nuk vazhdon të luan. Domethënë një mashkull se i thonte Brikena ti që fjala ke ndjenja për mua, ti që gjasme ke pëlqim për mua, duhet të më pyesësh se çfarë ke. Domethënë duhet të më pyesësh se pse je kështu. Tani një mashkull që ka ndjenja, me patjetër që kur e merr atë dritën e keqe në të gjithë bisedën që bën me ty në të gjithë kohën që ndan me ty, domethënë ai vërtet ndjehet shumë keq dhe ndjehet i thyer shpirtërisht. Dhe unë e pash sot Mateon jashtëzakonisht të mërzitur dhe jashtëzakonisht të thyer. Domethënë Brikena dhe Mateo, me atë që unë mendoj, kanë problemin e mirë kuptimit të gjërave, domethënë tjetër gjë thot njëri, tjetër gjë thot tjetri, për të tjera gjëra grinden, është një lloj kolapsi mes tyre sepse Brikena në momentin që krijon një mendim, në momentin që krijon një ide, ajo nuk del përtej idesë së saj, nuk del përtej mendimit të saj, edhe në qoftë se do t'ishte jashtëzakonisht shumë gabim. Domethënë e ka këtë bindje që pa marrë parasysh sa gabim që t'jetë, është fajtor Mateo dhe do të mbetet fajtori Mateo sido që të jenë situatat, edhe pse Mateo mundoheshte që t'i qartësohet. Dua të marr mendimin tuaj.